Hamar alias Dritan Shkëmbi është ekstraduar në orët e para të mëngjesit të sotëm nga Dubai. I veshur me zeza e duart lidhura, Shkëmbin e marrin nga bordi i avionit 2 efektiv të forcave shqiponja dhe nën masat forta sigurie transportohet nga pista e aeroportit Nën Tereza. Ndaj tij gjykata e posaçme me kërkesë të spakut kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa Hamar alias Dritan Shkëmbi ndodhej i strehuar në Dubai, një vend ku shpesh gjenden shumë nga personazhet e botës së nëndeshme të krimit shqiptar. Shkëmbi dyshohet si i përfshirë në atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doj, i cili udhëtonte në një automjet me Aleksandër Lau, një orë ndryshe si Rumi i Shijakut. Si pasojë të shtënave me armë drejt automjetit, mbeti i plagosur ish-prokurori dhe u vra shoferi i tij Andi Maloku. Hamar alias Dritan Shkëmbi konsiderohet nga SPAK si pjesëtar i grupit të Pleren Dervishajt, i cili po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me disa çështje penale. Si rezultat i bashkëpunimit konsistent të specialistëve të drejtorisë së Interpolit me homologut në Abu Dhabi u finalizua procedura e ekstradimit në Shqipëri nga Emiratet e Bashkuara Arabe të shtetasit shqiptar Hamar alias Dritan Shkëmbi, thuhet në njoftimin zyrtar ndër të tjera nga policia e shtetit.